Një nga artistët më spikatur të brezit të tij, e ndoshta të gjithë muzikës moderne shqiptare, kantautori i parë shqiptar dhe një ndër këngëtarët e parë që shfaqen në skenë me kitarë në Shqipërinë e asaj kohe, do të lindte pa diskutim gjurmë të pashlyeshme ndër dekada e deri në ditët e sotme e për breze që do të vinë. Këngëtari Francesc Radi, i cili kreu liceun artistik dhe më pas Akademinë e Arteve të Tiranë, për një periudhë të gjatë kohe ka punuar në estradën e shtetit me instrumentin e kitarës, por njëkohësisht dhe si kantautor. E ka shënuar prodhimin e videoklipit të parë me këngën Adresa në vitin 1971. Ka qenë pjesë e rëndësishme orkestrës së parë të jazzit shqiptar, të drejtuar nga Gaspër Qurshia, të kongjitur që në moshën 16 vjeçare në festivalin më të rëndësishëm të vendit në RTS, dhe më pas shënoi krijimin e një muzike moderne origjinale shqiptare në festivalin e 11. Kënga e tij, kur dëgjojmë Zëra nga bota, tip Rolling Stones, e tekstet së Dick Bakos, u nderua për shfaqjet të huaja dhe tendencat të huaja, duke e lënë kantautorin e madh 20 vjet jashtë skenës së festivalit. Largimi i Franceskut nga skena krijoi një grop të madhe në këtë festival, shprehet se Dick Bako. Më pas krijimit të rjetëti muzikore, do të shënonte sërish një tjetër kulm pas viteve 90, duke sjellë disa krijime për publikun. Përmendim këtu këngët të Roku i Burgut, Humba pranverën, Telefonatë zemrash, Zemër e lodhur, Ky fat na ra, Kemi dasë mo e tjerë, të cilat kanë mbetur në kujtesën e publikut. Disa nga pjesëmarrjet e tij në festivale, në tetor të vitit 1972 Francesc Radi merr pjesë në festivalin e 11 në RTS me këngën Kur dëgjojmë Zëra nga bota. Në tetor të vitit 1987, Roberta Lia i Francesc Radi e Gramos Burba marrin pjesë në festivalin e 26 në RTS me këngën Tre vëllezërit. Ndërsa në tetor të vitit 1993, Francesc Radi merr pjesë në festivalin e 32 në RTS me këngën Një nën, fëmijët, koha dhe unë. Në tetor të vitit 1994, Francesc Radi e Mariza Ekonomi marrin pjesë në festivalin e 33 në RTS me këngën Telefonatë zemrash. Në tetor të vitit 1996, Francesc Radi merr pjesë në festivalin e 35 në RTS me këngën Roku i Burgut. Ndërsa në tetor të 97-s, Francesc Radi dhe Mariza Ekonomi marrin pjesë në festivalin e 36 në RTS me këngën Jeta nuk të lë fëmijë. Në tetor të vitit 1998, merr pjesë në festivalin e 37 në RTS me këngën Humba pranverën. Ndërsa në tetor të vitit 1999, paraqitet në festivalin e 38 në RTS me këngën Ky fat na ra. Në nëntor të vitit 2001, Francesc Radi merr pjesë në Kënga magjike 2001 me këngën Erë vere. Ndërsa në tetor të vitit 2002, paraqitet në festivalin e 41 në RTS me këngën Nuk mund të dashuroj. Në tetor të vitit 2003, Francesc Radi merr pjesë në festivalin e 42 në RTS me këngën Syri i saj po më verbon. Ndërsa me datë 24 qershor 2009, Francesc Radi publikon videoklipin Zemër e lodhur. Në tetor të vitit 2010, Francesc Radi merr pjesë në festivalin e 49 në RTS me këngën Kemi dasë mo. Me datë 22 tetor 2014, Francesc Radi publikon videoklipin Krishtlindjet e bardha. Kantautori i mirënjohur Francesc Radi ndroi jetë në moshën 67 vjeçare.